Ishte i pari funksionar perëndimor që ndërmori një hap të tillë duke thyer akullin disa vjeçar të sistemit të vetë-izoluar monopartiak. Franz Josef Strauss ishte figurë e njohur për kohën si kryeministër i Bavarisë dhe kryetari i Unionit Kristian-Demokrat. Ai do të ishte ideatori për vendosjen e marrëdhënieve mes Republikës Federale të Gjermanisë dhe Shqipërisë rreth një vit para largimit për shkak të vdekjes të hoxhës nga drejtimi i shtetit shqiptar. Më 18 gusht 1984, kryeministri i Landit të Bavarisë vizitoi Shqipërinë komuniste. Kjo vizitë pati një natyrë private, pasi Shqipëria ishte rrugkalimi nga Jugosllavia për në Greqi. I vetmi përfaqësues zyrtar shtetëror që e priti ishte zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrave, Manush Meftiu. Straussi do ta vizitonte Shqipërinë edhe 2 herë të tjera, në maj 1986 dhe në nëntor 1987, kur u prit në pallatin e brigadave për presidentit shqiptar të kohës, Ramiz Alis.